Bashkia e Tiranës ka kallëzuar këtë të premte në prokurori ministrin e financave Shkëlqim Cani, pasi sipas numrit 2 të bashkisë e në Bozdo, Cani, duke u bindur urdhrit politik nga kryeministri Rama, ka bllokuar padrejtësisht fondet për ndërtimin e bulevardit të ri dhe punimeve në lumin e Tiranës. Sapo kam depozituar në prokurorinë e Re të Tiranë kallëzimin penal për shpërdorim flagrant detyrës të Ministrit të Financave dhe Sekretares Përgjithshme të Ministrisë të Financave, të dy në bashkëveprim me njëri tjetrin, në kundërshtim flagrant ligjit, por duke zbatuar një urdhër politik, kam bllokuar që prej një viti pagesat ndaj dy kompanive, të cilat operojnë dhe ndërtojnë dy vepra madhore të qytetit Tiranës, bulevardin e Tiranës dhe lumin e Tiranës. Pas nisjes së punimeve për bulevardin e ri të Tiranës, aktualisht ato mbeten të bllokuara, ndërsa bashkia ka akuzuar për bllokim majorancën aktuale. Ndërtimi i bulevardit të ri, i cili do të zjaste ato ekzistuesin deri në hyrje të Paskuqanit, u shoqërua edhe me spostimin e të vetmit stacion treni të kryeqytetit, duke e kaluar atë në Vor.